E shikues të dashur, unë e paralajmërova edhe më herët temën, pra ku do të flasim për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit dhe për vendimin që kanë marrë për ndryshimin apo për rishikimin e kurikulave lëndore, programeve mësimore për arsimin fillor 1-5 dhe të mesëm të ollët 6-9. Ne këtë temë do ta diskutojmë një herë tash, po dalë tek pjesa kryesore se pse kam vendosur kështu sipas ministrës në detyrë, Arberien Agafsi, në një postim në Facebook ka thënë me këtë proces të përditësimit dhe modernizimit në përputhje me kornizën kurikulare dhe kurikulat bërthamore, synojmë ngritjen e rezultateve të nxënësve, zhvillimin e kompetencave dhe të shkaktësive të tyre. Tutje ka thënë se ky proces do të ndihmojë edhe lehtësimin e ngarkesës së fëmijëve dhe të peshës së qantës. Ne këtë temë diskutojmë patjetër më njësit e kësaj fushë, siç është Rinar Qehaja, hulumtues në Institutin Edgard. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirë se u gjatëm. Krahasi që ju kemi këtu, nuk e di sa shpesh ndrojnë kurikulat, a është në rregull kështu, a ndodh çdo herë në botë, a ndodh vetëm në Kosovë, ç'është? Kurikulat ishtë dashtë të rishikohen në vazhdimësi, pasi që po flasëm për një dokument goxha substancial, i cili prek drejtpërdrejt mësimdhënia dhe mësimdhënien dhe duhet të jenë të përditësura, karshi asaj kërkesës së vërtet të mësimdhënësit dhe nxënësit në klasë. Unë rikujtoj që e njëjta kurikull që po rishikohet tani është prezantuar si reformë kurikulare para disa dekadash. Neve kemi qenë para kësaj kurikulles, që në bazë dhe në epicendër ka kompetencën e nxënësve, kemi pas një kurikull paraprake që në bazë dhe në epicendër ka pas objektiven, arritjen e objektiveve specifike për njësi mësimore, ndërka që ka arritjen e kompetencave. Tash, përkundër që këtë kurikull aktuale e kemi brenda sistemi të prezentuar si reform dekada më herët, një vende nuk kemi ndonjë evidencë empirike se kush ka qenë ndikimi i kësaj. Pra është pilotu një periudhë, pas pilotimit ka shku drejt për drejt në zbatim, bashkë me zbatimin e saj kanë ardhur edhe përditësimi i teksteve shkollore, mirë po në gjithë këtë ndryshim shumë pak kemi dëshmi se kush ka qenë ai rezultati vërtet i saj, kush ka qenë zbatimi në praktik, sa kanë qenë mësimdhënës të përgatitur, sa në të vërtet janë arrit ato rezultate, sa në të vërtet e njëjta kurikull është zbërthyer në tekste shkollore, dhe sa më rëndësishmja ka arrit që kjo kurikull në vete të nxit për ato shkallësi dhe të na sjell ato shkallësi dhe aftësi, po mbi gjithë ato rezultate të nxënit që i parashef vetë si dokument. Pra, ju po thoni që kjo ka qenë edhe më herët, është pilotuar, ka hyrë zbatim, po është ndalë, apo tash po vazhdon e njëjta dhe veç po e ritheksojmë publik? Kjo është prezente dhe vazhdon të jetë prezente brenda sistemit arsimor dhe nuk besoj që mund të ndryshojë edhe për vitin arshëm mësimor. Pra është një proces më kompleks, i cili kërkon shumë përfshirje, shumë rishikim në mënyrë që me ardhë në atë idealin e atij dokumenti që do të kthehet në një përfitim më të prekshëm për komunitetin në shkolla. Çka kish mujt me qenë do të të më e mira në këtë rast për nxënësit, sipas jush, edhe që shishini tash ju këtë vendim që është? Më e mira është çfarëdo dokumenti i cili kthehet në një mësimdhënie që në vërtet ka cilësi dhe është në përfitim në arritjet atyre rezultateve dhe shkallësive të nxënësve. Po s'ka kurfar kuptimi me pas një dokument në vete të mirë kur i njëjti s'mund të mos zbatun praktik. Se nuk është në thelb që edhe kjo kurikull ka ndonjë farë mungese të jashtëzakonshme të cilësisë ose të asaj qeniet e kompletuar si dokument. Përkundrazi gjykojmë që është jashtëzakonisht shumë e zhvilluar me shumë rezultate të mirë definuara. Po të pak janë ata mësimdhënës që e kuptojnë në vërtet kurikullin, të pak janë ata mësimdhënës që punojnë sipas kurikullës. Pse po mendoni kështu dhe pse mendoni që nuk zbatohet krejt praktikë? Pasi që përdorimi i saj është super sipërfaqësor, pra mësimdhënës janë të përfshirë në zhvillim planeve 2 muajore, në zhvillim ato dokumente që janë të thirrura mi prezantuar në planifikimin e tyre, mirë po në mungesë të mbikëqyrjes edhe llogaridhënies, askush nuk e di nëse në vërtet kjo e arrin atë rezultat
tek nxënësit dhe verifikimi i kësaj, padyshim janë çdo test i standardizuar vendorës ndërkombëtar, i cili për çato kompetenca që ky dokument kurrikular thret që nxënësit të ketë të kompletura, njëjtit nxënës nuk arrin të dëshmojnë në instrumente të vlerësimit. Pra kjo në vete dëshmon që dokumenti nuk po arrin më konvertu në mësimdhënie dhe mësimdhënie cilësore në klasa. Ju keni pas ndonjë hulumtim i cili ka studiuar dhe i ka po keni hulumtu në fakt për kurrikulat, në qoftë se zbatohen ose jo, në qoftë se edhe ka ndikim të nxënësit ose jo, edhe në qoftë se është ngarkesë ose diçka rezultate të cilat kanë mund të dalë prej hulumtimeve të tilla? Nuk ka ndonjë hulumtim empirik me një mostër të mjaftueshme që me ardhë me një konkludim të saktë. Ka observime, ka hulumtime, rishikime të dokumenteve kurrikulare, që padyshim të njëjtën e kemi bërë, mirë po jo diçka substanciale të cilet do të na vinin me konkludime dhe korelacione substanciale. Dhe kjo nuk i takon në asnjë moment palëve të treta, po i takon mbi gjitha ministrisë. Unë rikujtoj që është ministria që ka një divizion për kurrikula, ka një departament për arsimin parlamentar, që është në përgjithësi të tyre me zyrtar kompetent brenda, të cilët do duhen të na vinin me ato konkludimet e tyre mbi gjitha pse do të rishikohet kjo kurrikul. Dyta, kush do të jenë qëto objektivat pas rishikimit? A do të kemi rezultate nxënit më të reduktura? A do të kemi njësi mësimore më të reduktura? Kush është ajo baza e këtij rishikimi dhe më rëndësishme kush është ai produkti në fund? Ku është fokusi i tërë edhe? Mendoj që edhe Ministria e Arsimit veç i ka përgjigje, sepse herën e kaluar kur ne kemi diskutuar pikërisht jehona materialin cilin edhe e kemi pa më herët, ku kemi diskutuar edhe për çantat e rënda dhe ngarkesat e fëmijëve që i kanë edhe ata të cilët vijojnë mësimin tërditor, Ministria në detyrë ka thënë se kjo është në dorë të mësimdhënësve, ndërsa mësimdhënësit thonin që është në dorë të Ministrisë së Arsimit. Besoj ndoshta edhe kjo ka shumë me nxit pastaj dhe rishikimin e kurrikulës se ku janë dhe çka vendohet. Pesha e teksteve shkollore nuk është domosdoshmërisht e lehtë me kurrikul. Unë rikujtoj që tekstet shkollore kanë një kriter për miratim, për vlerësim nga recenzentët, sipas standardeve të përcaktuara nga ministria. Do është ministria ajo që në vullnet mirë të saj, në çato standarde, mundet me thonë asnjë tekst shkollor për këto njësi mësimore nuk mundet me shku më shumë se kaq faqe, dhe me një kufizim teknik se nuk mundet me shku me fletë të pesh në gram të rënd. Pra, po të kishte një vullnet të mirë, padyshim kjo do të korrigjohej, kjo çështja e peshës teksteve shkollore do të korrigjohej pa pas nevojë me rishiku kurrikulat, pas që ka instrumente të tjera që janë në dorë të ministrisë, sikurse që ato i bashkëbiseduam, në të cilën të e prenë para se teksti me shku në shkollë. E jo pasi që të shkoj në shkollë e të blehet dhe të shkon në tirazh të madh atje me faqe të mëdha që në fund pastaj padyshim është e lëvërditshme nga një këndvështrim biznesor për shtëpi botuese, nuk është e lëvërditshme nga një këndvështrim human për ata fëmijë që e bartin në tekst shkollor. Çu keni pa mësimin tërditor? Ka pas efekt të nxënësve apo jo? Mësimi tërditor nuk mundet me pas efekt kur mësimi i rregull, mësimi i një rregull vazhdon me qenë e njëjta. Mësimi tërditor në rikujtoj janë disa orë më shumë, jo në tërësi tërditor, cila mahen me aktivitete që supozohen me qenë të organizuara jashta kurrikulare, ose në mësim mbështetës, çfarë do qoftë ajo që i ka planifikuar komuna, mirë po në asnjë moment nuk e prek qatë mësimdhënien. Se çta nxënës kanë mësuar gjuhë shqipe. Sa nuk është ajo çka e mësojnë pastaj në teori disa orë dhe disa orë të fundit pastaj me vunë në praktika, nuk është kjo çka po e duhet na që mos me mësu veç me lexu, po me mësu pak edhe me jaftësu, do thotë me i rrit këto shkaqe. Është ajo çka na po e dojna, po nuk është ajo çka në praktikë nuk bëhet, pasi se këta nxënës pa marrë parasysh a marrën mësim tërditor ajo,
ata paradite kanë mësu matematik, gjuhë, shkenca, një sikurse të tjera. Po qa mundën me bo mas dite, do një aktivitet që kanë qenë mirë strukturura kur filloj si pilotim, mirë po munges përgjithësisë, munges të llogaridhënies, ka filluar ajo të zbehet. E pse po e theksoni këto që s'kan llogaridhënie? Nuk kontrollohen, do të thotë, nuk japin llogari, pse nuk? Tash në munges të llogaridhënies, edhe ai mësimdhënësi pas ditës atje, që merr në aktivitete, ose në rastet më të këqija që ai mësimdhënësi që është edhe para dite, vazhdon të lodhër edhe pas dite. Atëherë, kur nuk mbikëqyre se çfarë aktivitete i bën, kur nuk ka planifikim, se s'mundet as më mbikëqyre, kur s'ka planifikim, kur të gjithçka bëhet në mënyrë shumë sporadike, spontane, atëherë përfundon një proces vetëm të qëndrimit fizik të nxënësve në shkolla, jo të ndonjë përfitimi. Pra, kur s'ki planifikim të periudhës së pasdites të aktiviteteve, në çfarëdo forme të kategorizura qofshin ato, qoftë jashta kurrikulare, qoftë në formë të mësimit me zgjedhje, qoftë në formë të mësimit mbështetës, atëherë ti e lën në mëshirë të vullnetit dhe të fatit të atij mësimdhënësi që është pas dite aty, a është i mirë ajo. E këto duhet me vendos? Komuna. Pasi që komuna është që na ka prezantuar si reformë. E tash, është dashamirë se kjo, pa dyshim që po, është e ardhmja e sistemit arsimor, pa dyshim që po, mirë po, është e ardhme nëse ka përgatitje, pas që më përrikujtoj kjo, nuk kupton edhe përgjegjësinë ndaj fëmijëve dhe komunitetit të shkollave, po nuk mundesh me prezantu një reformë të mësimit tërditor aty. Gjysën e shkollave mësim tërditor një dem 5 ju jeni mësim tërditor, po kur deltin klasë 6 të sima, kthej është dhe shkojna me një shkollë tjetër. As kjo s'është fair, edhe nuk është e drejtë, edhe nuk është fair, mi majtë të imponuar në nxënësit, kur s'mund është s'ki që ju ofron diçka të imponuar në qëndrim fizik veç më ullë në banka, kur s'ki që ju ofron diçka më shumë që kthehet në përfitim për ta. Qka sheni tjetër, qka rekomandoni ju që duhet me u bu tash muajve në vazhdem, apo duhet me prit krejt një rifillem në fakt të vitit shkollor? Një rekomandim për mësim tërditor, apo rekomandim të përgjithshëm? Edhe të përgjithshëm. Të përgjithshëm për sistemin arsimor. Mësim tërditor, ne mundemi me thonë që tash krejt shkolla duhet me u bu me mësim tërditor, edhe ndoshta me qenë ashtu direktivat me ardhën nga komuna, kjo pak. Unë rekomandimet përgjithshme na s'kemi nevojë me jap hiç fare, pasi që unë rikujtoj që kemi një plan strategjik të arsimit, ku këto rekomandimet janë të konvertuar në aktivitete dhe objektiva strategjike, për të cilët ka pas një diskutim publik, një përfshirje aktive të gjithë hisedarëve. Pra, nuk ka nevojë neve të orientojmë askënd kur gjithçka është e mirë përcaktuar në këto dokumente strategjike dhe në qatë legislacion. Pra, veç ti zbatojnë ato që ka po na thot plani strategjik i arsimit, qoftë për digitalizim atje, qoftë për rishikim të kurrikulave, qoftë për mësim tërditor, këto janë të përcaktuara. Mirë po çka nuk është e përcaktuar është përgjegjësia që pse ky plan strategjik 3 vite pas miratimit të tij ka zbatim minimal, ose inekzistent. Preshte me pas tash zbatim më të mirë? Nuk mundet me pas zbatim më të mirë kur nuk ka filluar hiç fare të zbaturi. Pra zbatim do të ketë nëse gjitha institucionet e marrin në përgjithësi dhe thirrën në përgjithësi. Dhe atë nga institucionet qendrore lokale deri tek mësimdhënësit në klasë. S'mundesh me thonë mësimdhënësit mi kërku cilësi më të rritur, kur ti vetë s'ja ke ofru që ato çka thret dhe në përgjithësi tua ligjore që janë objektivave të përcaktuara. Pra, nuk mundesh mi kërku mësimdhënësit llogaridhënie për dështim zbatim kurrikulës, kur të njëjtin kurs e ke trajnuar për kurrikulum, për shembull, ose e ke trajnuar sipërfaqësisht. Nuk mundesh njëjtin mi kërku llogaridhënie për një cilësi më të rritur ku mungon në materiale mësimore, mungon në infrastrukturë. Pra, gjitha këto e bëjnë të kompletuar këtë dështimin dhe improvizimin e vazhdueshëm brenda sistemit arsimor. Atëherë edhe mbetet me u pas se çka po ndodh tutje në vazhdim pas implementimit edhe pas zbatimit të këtyre reformave apo. Gjithëra, vullneti është dhe çdo reformë çka do që prezantohet padyshim është super mirë pritur, pasi që e kuptoj dashamirësinë e saj, mirë po nuk kemi nevojë neve për reforma në deklarata e narrativ politike vetëm, por kemi nevojë për reforma që në të vërtetë prekin cilësinë e mësimdhënies në klasë, që ai nxënësi, ai prindi e prek çat ndryshimin, nëse ti po thu
jam të rishiku kurrikulum, atëherë do të më kthy, jam përfitim, qoftë në mësimdhënie më interesante në klasë, qoftë në tekste shkollore të rishikuara, qoftë në instrumentet e vlerësimit të riformatura, pra ky është çaj ndryshimi i mirë që do duhet të vijë si rezultat i çfarëdo reforme që na prezantohet. Mendoni që gjeneratat edhe të mësimdhënësve në këto raste ndryshojnë? Për shembull, ka disa, unë mendoj që ka trajnime mjaftueshëm të cilat bëhen për mësimdhënësit. Çdo herë janë në një trajnim të caktuar për diçka të caktuar, për ndonjë vendim të ri, për ndonjë rishikim, rifillim, diçka. E tillë, po meqense e theksuam që disa prej mësimdhënësve ndoshta e zbatojnë atë dhe disa të tjerë jo, mendoni që ndryshon kjo edhe në bazë të gjeneratave? Ata se çka duan të nxjerrin nga nxënësit? Dëshmu empirikisht, pas nga çfarë do observimi që një mësimdhënë më në i ri, në mosh ka performancë më të mirë se një mësimdhënës që ka disa vite në sistemin arsimor. Përkundrazi, ajo që është e keqja e sistemit është që performanca e mësimdhënësit është ekskluzivisht e ndërlidhur me vullnetin e tij shumë personal. Që do të thotë çaj mësimdhënë që ka pasion, vullnet dhe përkushtim për mësimdhënie, s'ka dallim, ai është 20 vjet, 5 vjet, 1 vjet në mësimdhënie. I njëjti vullnet do t'i vazhdoj. Mirëpo e rrezikshmja është pastaj që kur e lën sistemin arsimor në mëshirë të vullnetit individëve, tani ai vullnet dikur edhe mund të mos bëjë. Për që ata duhet me strukturu, me sistematizu në atë formë kur të gjithë kanë qatë pasion për kushtim, si përgjithësi në vend të punës. Mirëpo jo si mëshirë sporadike vullnetit të një mësimdhënësve, të cilë, përgjithsisht në gjykimin tim, neve kemi mësimdhënës jashtëzakonisht super të mirë, të cilët me pak përkrahje do të bëheshin jashtëzakonisht super të mirë. Kështu që është që mungesa e përkrahjes që padyshim ata i sjellin në komunitet, dhe mungesa e llogaridhënies që ta nxit çat komunitet edhe diku në çdo profesion, edhe te tyja te one, kur s'ki mbikëqyrje, kur s'ki kur farë përgjithësie për rezultatet e tua, diku që komoditeti jot komo kthy në mos produktivitet. Ja kuptoj. Renar, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për këto informata të cilat i kanë dhënë me ne studion e emisionit mëngjesit. Besoj që pastaj shohim edhe mbesim me pa rezultatet tutje që përshkojnë. Faleminderit juve. Uroj që të diskutojmë për gjëra të mira dhe pastaj përgëzojmë mësimdhënësit krejt kudo në Republikën e Kosovës për punën e mirë të cilën po e bëjnë, dhe urojmë që çdo ditë kemi vullnet patjetër me realizu edhe një mësimdhënie sa më të mirë dhe me nxit fëmijët në mënyrë që të mendojnë pra në mënyrë kritike dhe të mendojnë edhe më tepër dhe të nxisim shkatësitë e tyre, në mënyrë që ata të vinë me qef, po të mësojnë me qef e të qëndrojnë me qef në këto orë mësimore. Ne tani po ndalemi tek një material tjetër që është